Dy efektiv të forcës shqiponje janë pezulluar nga detyra pas shpërndarjes së fotografive të biznesmenit Ergjys Agasi dhe ish policit Uljan Shpataraku, të arrestuar më 26 gusht teksa udhëtonin nga Elbasani në drejtim të Durrësit. Sipas burimeve, masa ndaj dy policëve lidhet me fotografitë e realizuara pas arrestimit, mes tyre edhe një imazh i Shpatarakut në ambientet e ndalimit. Pas publikimit të fotove, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit nisi një hetim administrativ për të verifikuar rrethana dhe përgjegjësitë. Agasi u arrestua në zonën e Plepave në Durrës, ndërsa më pas në media qarkulluan disa pamje nga momentet pas ndalimit, veç atyre të shpërndara nga Policia e Shtetit në kanalet e saj të komunikimit. Në njërën prej tyre, biznesmeni shfaqej me pranga brenda automjetit të policisë, ndërsa një tjetër foto ishte realizuar në ambientet e policisë së Tiranës, ku u dërgua për ekzekutimin e masës së sigurisë. Nga të njëjtat ambiente u publikua edhe fotografia e Uljan Shpatarakut, ish punonjës policie dhe person në kërkim, i cili drejtonte automjetin Audi ku ndodhej edhe Agasi. Biznesmeni u arrestua pas rreth 8 muajsh në Arrati dhe akuzohet për vepra të rënda penale në dosjen e SPAK që lidhet me abuzimet me tenderet e akshit.